Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin ton të YouTube-it. Unë jam Gjeni. Unë jam Quli. Jemi këtu për të bërë një besoj... Po? Klapa. Se kam vërrej që disa persona nuk e din. Emrat tanë gjatë janë Gjensila dhe Gjulia. Po, edhe një klap tjetër këtu. Në këtë video kemi invertuar rolet nga video fundit, nëse se keni parë shkoni shiheni. Isha unë me Bajame dhe me temperaturë, kësaj herë kemi Gjulin, kështu që nuk do flasim ndoshta shumë sepse siç e dini ju, dhe unë nga eksperienca ime më e fundit, Bajame nuk lejojnë të flasë shumë. Të gritet fyti. Po, gjithsesi jemi këtu për të bërë një nga videot që mendoj që ka kohë që duhet ta bënim, ose ju nuk i keni vënë re pavarësisht se e kemi bërë me pjesë të shkurtra në rrjetet tjera sociale. Da pyetje 3 deri në 5, domethënë pyetjet më të shpeshta që na bëhen ne dyja. Dhe le të themi pyetja më e shpeshtë që na është bërë në 2 vite në rrjetet sociale, specifikisht TikToku dhe Instagrami është si t'ju dallojnë dhe si ju dallojnë njerëzit. Okej. Atëherë, për nga pamja fizike, le të themi nëse na shihni na keni përballë, unë jam më e gjatë, jam dhe më e gjerë në strukturë, Gjulia është më e shkurtër, më e imet, pavarësisht se në peshë jemi njësoj, 64 kg. Unë ke bie 64 kg, pavarësisht se Gjulia ka 3 muaj që ka lindur. 4 muaj, falem. 4 muaj që ka lindur, jemi njësoj, por unë jam pak më e gjatë dhe më e gjerë në shpak. Po mbi gjitha unë kam edhe atë barkun e shtatzanisë. Por historikisht unë kam qenë më e shëndoshë se Gjulia. Dhe fakti e tregon fakti që në Gjulia 4 muaj pas lindjes kemi të njëjtën peshë si unë që s'kam lindë. Dhe të sqarojmë, Gjeni nuk ka fëmijë, nuk ka qenë ndonjëherë shtatzane, ndërsa Gjulia po. Mosha, unë jam 10 minuta më e madhe. Unë e di po edhe këtë pyetje bëjnë shumë. Legjenda e ka të ndryshme, por legjenda përfundimtare ishte 10 minuta. 10 minuta. Unë kam lindur 10 minuta në 10 pa 10, Gjulia në 10. Të një mëngjesi në datë 12 janar të 1993, këtu ju përgjigjemi, jemi 32 vjeç. Ndryshim tjetër nga pamja fizike, flokët unë i kam më të gjata se Gjulia. Historikisht kanë qenë përveç se kur unë ngela shtatzane dhe Gjeni t'ju dogjo. Qesha. Në fizionomi, Gjulia ka fytyrën me të para më të seksuar, më të prera, pak më të gjerë këtu, që se shihni, unë jam pak më e mbushur. Nëse në shihni profilon e kam unë pak të harkuar, Gjeni ka drejt. Diçka tjetër unë kam buzën më të gjatë dhe më pet. Më të madhe dhe më pet, Gjulia ka më të vogël buzën. Edhe në kanë diferent distancë të dhëmbët kur qeshim, kështu që ajo dallon. Gjulia ka distancë të dhëmbët këtu. Nga pamja fizike janë këto. Gjeni ka një nishan këtu. Po, Gjulia ka këtu nëse shihni është ky këtu, është ky. Por kur ka qenë në universitet, kam hequr një nishan. Është ky këtu, po. Kur ka qenë në universitet, Gjulia e bëri me te dermatologu ja hoqi me djegje, sepse e kishte bezdi. Është kjo pika bardh. Arbëri është përballë nesh dhe po flet gjumë. Jo, nuk është arbër. Ndërsa për sa i përket të diçka. Nuk na ngatroj një nga pyetjet besoj më të shpeshta, besoj nuk e di, numër 1 o numër 2. A ju ngatrojnë burrat? Jo. Nuk na ngatrojnë. Madje nëse i shohin këto videot, Kelly dhe Alfi lutem përgjigjen në komente. Jo, nuk na ngatrojnë. Dyshoj shumë që të përgjigjen, po. Gjithsesi, jo, nuk na ngatrojnë, nuk ka ndodhur në gjithë këto vite. Gjulia Fun fact, jo, bashkëshorti im nuk ishte video. Rrallë herë, bashkëshorti im thjesht i ve aty, thot sa për të dhënë ty një views, nuk e shë. Unë i shoh gjithmonë, Gjulia nuk isha video tona. Unë jam si ata aktorë që kam bezdi të shohin skenat e veta. Ashtu jam dhe unë i ve, sepse duhet i ve ndonjëherë edhe thjesht i le aty. Okej, pra, siç po thoja, jo, bashkëshortët tam nuk na ngatrojnë, nuk ka ndodhur ti sa u bëre me Alfin? 8 vite? 8 i mbush tani. Nuk, është i cili është dhëndripari i shtëpisë, përveçse Gjulia është më e vogël se unë. Në 8 vite ai nuk na ka ngatruar asnjëherë, por edhe bashkëshorti im në 5 vite, 6 vite nuk na ka ngatruar asnjëherë. Pra, nuk ka ndodhur kjo gjë dhe s'besoj të ndodhi, të themi drejtën përdesë se kam bërë në fillim. Tani që ka lindur arbri, a ju ngatron arbri ju? Rreth para arbri është 4 muaj tani. Kam vënë re që për shembull kur na ka të dyja përballë shef sa njërin tjetrën, por instinkti i arbrit, siç besoj me bashkëshortët apo prindërit e vllajën, është të shkojë të vite unë, domethënë. Kur e kam unë në krah si teze, e kërkon Gjulia rreth e përqark, kur e ka Gjulia e ndjek me shikimin Gjon Zërin. Kur e ka Gjulia, mua nuk më kërkon. Pra kjo mendoj se e bën dallimin që jo, nuk në ngatron. Pastaj thonë që jam unë që ushqej. Po, besoj që ndallon era, si thon, ndallon era. Po, për te shakave jo për kanë filluar të mbijnë flokët me shlunga dhe thonë që ndodh kur të një fëmijë dhe është e vërtetë sepse ka disa herë që arbri thjesht ndjen praninë time në ajër.
Po, kështu që jo, ne dyjave nuk na ngatron, por mund të them këtë që për pas prindërve të vet, Arbri më shumë më njeh mua. Ndoshta edhe nga fakti që Çfarë, jo më larg se çfarë pash që ishim të dyja mbi arbër, se unë po e visha dhe Gjeni po më ndihmonte dhe e bënte kështu. zemrat e zezvet. Okej, jo, prindërit dhe vllai, s'ka shans, Ronaldo na njeh besoj edhe nga brapa. Nuk Ka e di. disa persona që njeh. Ronaldo, kushërira, prindërit, bashkëshortët, Doriana. Doriana, shoqja e familjarisë, Luiza, shoqja jo në ngushtë. Disa rreth më i ngushtë na dallon. Por, po, nëse doni ta dini ka akoma njerëz që kanë mbi 10 vite, 15 vite, 20 vite në jetën tonë dhe akoma nuk na Edhe njohin. persona që në lindje kanë qenë me ne dhe nuk na njohin. Dhe nuk na njohin. Nuk e di pse ti e identifikon veten tek unë fizikisht? Jo. As unë tek Gjulja. Ndërsa për sa i përket karakterit, unë mendoj që jemi më shumë të njëjta se ca të ngjashme, por reagimet tona ndryshojnë në bazë të situatës. Dhe të personit që kemi përballë. Po, dhe në shumicën e rasteve ndodh që të qetësojmë ose të kontrollojmë karakterin e njëra tjetrës nëse e shohim që it's spiral, thonë anglezët. Edhe tani po e vëre thjesht që është Gjeni më shoqërore se unë. Unë jam person më Historikisht ke qenë më introvert. jam më introverte, unë jam. Unë jam ajo që ju do të konsideroni një person introvert. Po s'më fole e vështirë të flas. Të themi kështu. Atëherë, Po s'më ftove dale e vështirë të flas. pikërisht. Ama në qoftë jemi në publik dhe dikush qesh apo na flet, Gjulja është e para që përgjigjet, unë jo. Komunikoj, do të thënë Gjulja komunikon. nuk është se nuk Thjesht flas. duhet jetë dikush që thyen akullin para Gjuljes. Ndërsa unë edhe nëse e thyen akullin, jam më e ftohtë. Çështja është që unë një herë që, do të thënë, kalon një herë, dy herë që flasim, pastaj herën e tretë nuk më intereson, mund të sillen me ty sikur kemi 30 vite që njehemi, që jam 32 vjet, kështu që mund ta themi. Por Pra, njerëzit që na njohin, kundërta jo, dhe besoj se do e vini re nga kjo video që unë jam thjesht një person pak më jo asocial, jo. jo, atëherë ta sqarojmë se ajo ka menduar këtë gjë dhe po e flisja pikërisht me Kelly një ditë, thash kështu perceptimi. Atëherë, perceptimi nga njerëzit që na njohin, unë jam pak më ftohtë dhe më, nuk të thoj arrogante, por pak më serioze. Por çfarë do thoj, unë mendoj që Gjulja është kamera shy. Çuditërisht. Mendoj që Gjulja reagon më mirë me kamerën kur është vetëm Gjulja dhe kamera, por kur Gjulja ka publik që e shohin, mendoj hyn pak më, është më e turpshme, mendoj. T'ju them për shembull kur bëra provimin X Factor më tha ajo ç'ne që erdhe të bësh provimin. Edhe unë i thash se po më thonin njerëzit, shko, bëra audicionin online, më than hajde dhe ja ku jam këtu. Erdhe dhe tha, po s'të pëlqen të performosh? Tash jo. Unë kam shumë bezdi, tash më shohin njerëzit. Kur performoj kam shumë bezdi, të kemi idenë që njerëzit po më shohin dhe më tha, e di që je në X Factor? Tash, po, por kjo është. Pra, kështu jam unë. E gjithë kjo gjë është jo se ka turp nga unë, thjesht Nuk më pëlqen publiku. nuk i pëlqen publiku. Por nëse është këtu me kamerën pavarësisht se do fliste në universitet, faktikisht Gjulje dhe shoqja jo në ngushtë më përdorin, mi distojnë mua pak si skerm sa të krijohej ai kontakti ty e jaku. Por me njerëz nuk e di pse ndodh që me njerëzit e huaj un jam pak më ekstroverte, ndërsa me rrethin ton kush. Se për shembull ta dini, kam vajtur te njerëzit e bashkëshortit tim për herë të parë, nuk kam pasur asnjë lloj, të pyesësh ata për mua, thonë Gjulja s'po shoh sfol, Gjulja vetëm qesh. Kështu jemi. Është e çuditshme, nuk e di pse më ndodh. Thjesht me kamerën. Nuk më pëlqen në publiku, nuk më pëlqen të flas në publik. Këtë unë e kuptova duke analizuar një herë me Kelin, thashë, më duket se Gjulja është kamera shy. Tha çuditërisht se Gjulja nuk ka shans të atërri pa bërë foto, të qeshit, bëj muhabet. Por ta dini ju sa foto kam unë, sa video kam unë dhe nuk i postoj. Por nuk është thjesht për kamerën, është sinqerisht edhe kur kam një audiencë, unë nuk kam pasur, por rradh herë që kanë bërë mbledhje gjëra të tilla. Nuk e di, edhe po t'ju thot një person që ka punuar me doktorë, me avokate, me policë, që nuk kam pasur pikë sikleti, thjesht është mendoj se ideja që dikush po më dëgjon në aspekt personal. Mendoj që Gjulja është, duke se u kthy në një analizë, po ta them edhe këtë, gjithsesi unë mendoj që problemi midis tonjzave yt është që je shumë e rezervuar dhe shumë private dhe të duket sikur duke fol shumë jep shumë info dhe të futen në jetë. Ta thësh, mbase. Mendoj që kjo është. Duket se po të ashtu do më zbulojnë shumë nga jeta ime dhe nuk dua, se sinqerisht ju dini me vërtet 1% shumë vogël jetës time. Dhe Gjeni gjithashtu, por timen akoma më pak. Pra, të flasim për një tjetër komente, pyetje, nuk e di, observimet që na bëhet është pse e nxjerrni jetën në rrjetet sociale. Le të themi që nga çfarë ndodh në përditshmërinë tonë, në jetën tonë,
mund të jenë 5 veta në total, përveç prindërve dhe familja, si ashtu, që din. Ne jemi shumë të rezervuara. Realisht jemi shumë të rezervuara. Nëse tregojmë diçka, jemi siguruar që ka ndodhur, ka kalu. Mbi të gjitha videot që bëjmë ne, me që po flasim për jetën kështu, janë video që, siç vini re qefi që kemi më shumë të bëjmë, video që kemi më shumë qefi të bëjmë, janë ku ulemi dhe flasim. Domethënë, nuk jemi aty duke filmuar, nuk tregojmë ore sekondë çfarë po ndodh në jetën tonë. Tregojmë lajme që e dim që updatime, agjonime që e dim që nuk ka ndonjë ndikimi te jeta jonë nëse merr vesh dikush apo. Dhe mbi gjitha përpiqemi të përgjigjem pyetjeve që e dim që komuniteti që kemi krijuar, paktën me 1000 veta, ka nevojë, jo se ka nevojë, por ka qef ta di sepse janë të interesuar dhe të shqetësuar në thojë të përgjigjemi atij interesi. Nuk e bëjmë kështu thjesht, do ngrihemi sot edhe, okay, do flasim për. Mund ta shikoni sa të rezervuara jemi ne. Giulia e zbuloi që ishte 7 zanë në muajin e 6. Gjithsesi, dhe diçka tjetër nëse mund ta vini re, flasim shumë. Ne kalojmë nga tema ndem, ne dyja jemi shumë logorreike, do thonë në italiane. Domethënë, flasim shumë. Për profesionet. Çfarë pune keni ju dyja? Është, mendoj, e treta pyetja, dhe faktikisht po i përgjigjemi në këtë rresht. Ne jemi përkthyese ndërmjetëse gjuhësh dhe kulture quhet. Tamam. Titulli i profesionit tonë është mediazione linguistica ose linguistic mediator, nëse e doni anglisht, ndërmjetësim gjuhësor bie, fjalë për fjalë. Që bie ne mund të përkthejmë çfarë do lloj nga librat, në seriale, në instruksione për lavatrice, për lavastoviglie, në titra si bie. Titra, jo në titra. Sot titulli është titull. Por kemi dhe ndërmjetësimin që ndërmjetësimi është përkthimi me gojë. Jo ndryshe është shushutazh është në format më të famshme të ndërmjetësimit që është ajo kur i përkthen tjerit tret vesh. Dikush flet edhe ti thosh. Kjo është. Kjo sen të vërtetën është Giulia ka bërë ndërmjetësimi është i preferuari, mua nuk më pëlqen tule me të përkthej. Mbase do kem qef në një ditë të përkthej në libër, nuk e di, unë jam person që historikisht ne dyja kemi zgjedhur më shumë për ndërmjetësim dhe këtu kemi qenë goxha të ndara në preferencat tona. Giulia pëlqen ndërmjetësimin mjekësor, mua më pëlqen ndërmjetësimi penal dhe ato certifikata që i kemi pak a shumë në të dyja fushat. Kjo është profesioni jonë. Tani, a fiton lek ky profesion? Dikush nuk kishte bërë pyetjen, a jeni të lumtur me këtë profesion? Po. Unë jam shumë e lumtur për profesionin që kam zgjedhur, nuk mendoja. Do doja që në zonën ku jam të kisha më shumë punë, se do doja ta bëja thjesht online. Që shkoj fizikisht në punë. Një pyetje, domethënë, pse zgjodhi këtë profesion? Atëherë, Giulia ngeca. Ngecë në këtë profesion. Ti jo shpjegoj pak, lutem. Ka një background shumë interesant. Historikisht, mersa mbaj mend unë, ne dyja kemi pasur të ndara. Unë doja të bëhesh avokate penaliste, kriminologe, Giulia historikisht doktoresh. Okej? Ndodhi çfarë ndodhi? Në Itali duhet bësh një provim për të hyrë në provimin e mjekësisë. Në vit të 5, në gjimnaz, na erdhën, na bën orientimin në për universitete ndryshme kështu dhe mua më thanë, ngrita dorën, thash unë do të bëhem avokate, do të studioj juridik dhe më thanë shiko, nëse nuk ke një studio gati ose lekë të prindërit gati, ndryshon mendim. Hiq dorë sepse do jesh shumë të një asistente sociale për disa zyra ose sekretare. Hoqa dorë, kaq desha, ndoshta e kishte drejt personi, apo jo, unë kaq desha, e hoqa dorë dhe kemi drejtën me dhimbje në zemër, por thash okay, jemi shumë pragmatike në dyja. Hoqa dorë. Giuli bëri provimin e mjekësisë. Do thoni ju pse nuk është mjekë. E kaloi por tek Universiteti i Sienës. Në Itali funksionon që ti e bënte unë e bëra në Firenze për shembull, dhe jep disponibilitetin që të vënte në Pisa, në Siena, në bazë të lidhjes së pritjes. Në bazë të lidhjes së pritjes, Giulia duhet fillonte në Siena në janar, shkurt, nuk e di, diçka e tillë. Te sezoni pas dhjetorit. Në të njëjtën kohë unë hyra për të bërë provimin me Giulian Koto, thjesht për ta shoqëruar se larg qoftë hyra unë aty, dhe hyra në listën e pritjeve për një vit për në odontojatri për dhëmbët. Ja thash stomatologe. Ja thash prindërve mi këtë gjë. Jo, nuk ka shans. Ja thash vetëm pasi edhe si e kemi zgjedhur në universitetin. Isha unë nuk doja të prisja. Kjo hyn te një nga karakteristikat e mia të paktën tonët, nuk kemi durim. Nëse Giulia do kishte pritur 6 muaj për të filluar në Siena, do ishte duke folur me një mjekë. Vjen mami në shtëpi thot, po çfarë do bëjmë? Thot, shiko, një filankën që goca kishte bërë këtë universitet në Firenze. Morëm telefon, ishte dita para fundit dhe si çdo gjë, u bë dhe hym aty. Mbasi kisha bërë 1, 2, 3 muaj në universitet, thash prindërve kështu ndodhi. U mërzitën, thanë gjë.
Jo. Sepse unë fund e fundit e kisha ndaluar unë atë, që unë e kisha thënë që nuk dua të pres. Nuk donim të humbisnim Nuk e kohë. di pse. Nuk është të pendohem, jemi sinqert. Se kur Kthehemi shoh tek tani pyetja- herë se dia do kisha pasur aq. Kthehemi tek pyetja jeni të lumtur. Unë jam shumë e lumtur me profesionin tim. Pastaj unë kam thënë gjithmonë, një ditë kujtova me Alfin, që Alfi është burrim. Për diskutoj ditë me Alfin, thash, e kam thënë gjithmonë që nëse diçka do më bëj të heq dorë nga mjekësia, kanë që ngjuhet. Dhe ne ishim jemi goxha bravo të prera në Kështu gjuhë. që Kështu që po, jemi të lumtura në profesion, është një profesion plus që unë nuk kam mendimin vullnet të mësoj. Kështu që tim. Jemi mendoj se është një profesion shumë ideal për mënyrën e jetesës si duam ne, për lifestyle-in që duam të kemi në një jetë dhe që kemi zhvilluar deri tani në jetë, mendoj se është profesioni ideal. se pastaj mësule, nuk është se nuk kam vullnet të mësoj. Le të themi që edhe për provimin e studionit gjithmonë ditën e fundit. Nuk jam person që ulet aty me një strukturë, me një metodë në studimi. Në Me thonë, ndizoje gjë. jo, unë studioj gjithmonë për ato që duhet të di të përgatitet të ditë. Është ndryshe të mësosh për mua nga libra ose gjëra të tilla, është ndryshe kur ma imponojnë diçka. Siç besoj shumë persona. Kështu ka funksionuar me ne gjithmonë, studionim një ditë para provimeve, kështu e kemi shtyr deri në fund të universitetit me nota le të themi shumë të mira. Mi qenë 3 vite me burë studimi, kështu që besoj se mjaft mirë. Me burë studimi duhet kishe një lloj mesatare tek universiteti jonë. Një nga pyetjet tjera që na bë dhe nga Flor Gjini, Të pi hellu. okay, është pse e bëni këtë që bëni? Pse vendosët të hapni? Është aty pa të karrotë. Po. Pse vendosët të hapni rrjete sociale? Kjo ishte pyetja e bërë nga në intervistë, ndërsa komentet dashakeqës janë: nuk jeni të bukura, nuk jeni estetike, nuk tregoni jetë luksi. Pse e bëni? Pse e bëni? T'ju themi të drejtë, t'i japim Cezarit atë që i takon, ideja gjithmonë ka qenë e para dhe kryesisht e Xhuliës. Për çdo gjë që kemi bërë ne dyja. Mbi gjitha për rrjetet sociale, YouTube-in, ideja ka qenë e Xhuliës. Dhe fun fact, nuk e dija na njënin më parë, ne YouTube-in në fillim e kemi pasur anglisht, por bëm një pauzë, një vjeçare diçka e tillë, dhe pastaj eri hapëm. Atëherë pse kemi rrjete sociale ne dyja kur nuk jemi të bukura, nuk jemi estetike? Për të treguar anën tjetër të monedhës, për të shakave, sepse unë edhe besoj sinqerisht, nuk mendoj se rrjetet sociale duhet përdorur thjesht për aesthetically pleasant apo që të kënaqin syrin, e që të çojë mendjen me ato patterns kaq perfekte, kaq bukura. Unë mendoj që i duhet dhënë një platformë, çdo personi një Që ka një zë. Platformë çdo personi që ka dëshirë të thotë diçka, të shprehë diçka, një personi që nuk do thjesht të përdori për të treguar dashurinë, fëmijën, fotot, make-upin, stilin. Një person që do të flasi absolutisht për çdo temë, si u gdhi në mëngjes, edhe si u ngrish në darkë, si i shef pemët, e si mendon për feminizmin apo për çfarë do lloj gjëje. Edhe mendoj që YouTube është për mua të paktën platforma perfekte, sepse në TikTok njerëzit marrin për kot. Atëherë, pra, për të përgjigjur siç ju dhe siç u përgjigjem dhe në intervistë, ideja e rrjeteve tona sociale ka qenë gjithmonë një platformë për të folur për tema të ndryshme që ne kemi shumë në zemër, Sepse edhe unë për kam të dhënë mendime, për të thënë si sa Xhuli që ka dhe një anë tjetër për veç kuptimit standard klasik të influencimit. Se nuk po pretendoj të influencoj dikë me këto pyetje, por thjesht flas. Edhe diçka tjetër, se kjo gjë nën kuptohet kur e kemi shpjeguar një 2-3 herë që jemi përgjigjur, nën kuptohet si arrogancë dhe sikur ne nuk na pëlqejnë influencerët tjerë. Gabim. Personalisht ne dyja i shijojmë shumë videot e vajzave që bëjnë në make-up, ose tregojnë ndonjë veshje, ose tregojnë udhëtime, ose tregojnë a day with me in the life with me. I pëlqejmë shumë. Historikisht Xhulia i ka pasur vloget e këtyre influencerëve e Kajla Kush më njeh mua e di që jam pasema me Kajlës dhe Diana Dakos. Për të thënë, nuk është se thjesht që ne personalisht nuk mendojmë se jo se simi të afta, nuk duam të bëjmë atë. Kemi thënë mos ta bëjmë atë. Edhe nëse e bëjmë, është diçka që e bëjmë, por nuk duhet të identifikohemi vetëm atë gjë. Identifikimi im kryesor edhe kryesor dhe në bijet e videove tona është gjithmonë kryesisht tek mendimet. Un kam kuptuar diçka që nëse jam duke bërë make-up ose duke bërë skincare ose diçka, të krijoj një video, qëllimi është të flas për diçka, sepse për ndryshe njerëzit nuk janë shumë të interesuar për këtë pjesë. Dhe mbase kjo është arsye se videot e mia nuk ecin shumë. Diçka për ne jemi shumë self-aware, jemi shumë të vetëdijshme për gjërat që na rrethojnë,
Unë kuptoj ku se jemi nga jemi. Unë kuptoj si njerëzit thonë që jam mendim madhe. E kuptoj, jam e vetëdijshme. Na e kanë thënë edhe kështu. Për shembull, në këtë moment e di që shumë persona me këtë që sapo thash, ka shumë persona që thonë ke Xhulia më vërtet është arrogante, e zdurohet. Por themi atë që është, unë nuk është se nuk kam kapacitet bëj make-up, se besoj çdo person nëse i vjet ka kapacitet të mësoj ç'të doj. Thjesht nuk dua. Sepse më mjafton aq sa di dhe nëse më duhet për evente, raste, gjëra të tilla, i drejtoj me profesionistin. Nuk është se përveç stilit, unë nuk kam sens, nuk kam stili im, më mirë mos më shikoni mua për stilin. Por, nuk jam në atë pikë të jetës time që të marr një stylist, edhe të më thotë Xhulia sot vishte. Aq. Por, për te kësaj, kështu që çfarë zgjedh, të bëj atë që di të bëj më mirë. Thjesht të shprehem, të jap një mendim, të ndaj një mendim. Unë edhe shpesh herë them, ndajni ju atë mendim me mua, ndajni ju një mendim me mua, se edhe nëse ma bëni kritikën, ma thoni që unë të mësoj. Jo, hajde o Xhulia, je shumë e shumtuar, rrofsh, faleminderit. Edhe ç'a fitove. Kupton, kjo është e gjitha pse bëjmë rrjetet sociale në mënyrën si bëjmë. Okej, dhe pyetja fundit, hobi tuaj. Atëherë, nuk është se ne vetëm lexojmë. Kuptoj. Se mendoj se është krijuar një keq kuptim. Nuk është se vetëm lexojmë. Ne dalim pothuajse në përditshmërinë tonë. Dalim për të blerë ndonjë gjë, dalim për të pirë kafe, dalim për të ecur, dalim për të takuar që të flasim. Mbasi ndajmë për shembull një ndërtim të vetë, marrim telefon që të vazhdojmë muhabetin. Por po, hobi jon kryesor Nga folja. E folur, më saj. Hobi jon kryesor janë librat. Dhe mendoj nga ky fakt që nga që lexojmë kaq shumë jemi kaq që flasim dhe kemi mendim për gjë. Por po hobi jon kryesor janë librat, ne lexojmë shumë, edhe seriale televizive. Xhulia lexon më shpejt se unë. Xhulia zakonisht zgjedh librat. Kemi të njëjtën zhanër që na pëlqen, edhe pse unë ndonjëherë guxoj futem në romancë, masi çike lodhem edhe e lea. Xhulia nuk ka shans të lexojë një histori dashurie, më mirë ta torturosh. Jo, i lexoj. Ato që zuroj dot janë autobiografit edhe autobiografit janë të merr. E kemi limit. Librat me zhvillimin personal. Më duket kanë dalë. Kanë dalë shumë tani kemi siç kanë dalë shumë, se ku kanë qenë ato klasikët i kam parë, thonë mbase se dini, mbase nuk është info që unë e kam dhënë, mua më pëlqen shumë podcastet. Një nga podcastet që më shumë ndjek është ai Lewis, se harrova emrin. Ati, edhe disa nga mantrat e mia të ditës si kam mësuar në atë podcast, sepse më pëlqen shumë të dëgjoj mendje më të zhvilluara se të mia se ka plot. Ama problemi janë shtuar. Janë persona emblem që e kanë filluar mbas kërkimeve, mbas diçka që mbas studimeve me gjitha. Edhe që e kanë provuar vet. Tani janë bërë sikur prodhat mashi o morva. Dalën nesër tani të bëj një libër mbi zhvillimin personal, pse se kam bërë 2 vite rrjete sociale apo kam qenë 3 vite aktor, edhe do t'ju mësoj juve si të mund të pasuroni këtu që vlen vërtet shumë. Pra, siç po thonim, autobiografit dhe librat për zhvillimin personal janë një fushë që le të themi guxojmë të hyp. Jo se zguxojmë, nuk na pëlqen, mua nuk më tërheqin biografit fare. Ndërsa për sa i përket Lova unë atë Xhej Sheti. Lexova 3 faqe. Për rritje të zhvillim. Problemi është se janë shtuar realisht shumë dhe nuk e di më cili ka një background që ja vlen. Që ka bërë kërkime, që është i mbështetur nga kërkime shkencore, psikologjike, që ka shkolla. Nëse jeni të dorëtor për zhvillimin personal edhe këto persona, këto libra apo të ndiqni këta persona. Kërkoni të kenë një background psikologjik shkencor. Keni qef të ndiqni, mind you, jo se them unë se s'kam qef unë, nuk e ashtu. Thjesht unë jam një person që nuk i ka qef, por uroj, shpresoj që të paktën nëse paguani, uroj për të mirën tuaj, mos paguani, po nëse paguani efektivisht të fitoni diçka mbrapsht. Një person që për mendimin tim ja vlen, që ka një përgatitje super të fortë dhe që personalisht ne e kemi ndjekur dhe në fillimet tona në rrjetet sociale, ka qenë Mel Robbins. Për mendimin tim ja vlen. Ja vlen të dëgjohet dhe të këshillon goxha mirë. Për shembull, ka njerëz më fal. Një libër që unë personalisht kam lexuar, që se është ndër të vetmi që kam lexuar, që kam lexuar për zhvillim personal është Rich Dad Poor Dad. Babi pasur, babi varfër. Kështu që, pra, çdo gjë ne, siç e këshillojmë në çdo rrjet social, thjesht bëni një kërkim, mos i shkoni verbërisht, të besoni çdo lloj njeriu në rrjetet sociale. Edhe kjo është gjëja që ne bëjmë që na kritikojnë. S'ka gjë. Këto ishin 4 pyetjet që më së shumti na bëjnë në çdo rrjet social. Me zhvillim, me 9 pyetje, me pyetje dytësore të treta që
sjellin këto kuriozitete që keni. Faleminderit shumë që na dëgjuat. Faleminderit që na Nëse mbështesni. arritët deri në këtë pikë, jeni të fortë. Faleminderit që na mbështesni gjithmonë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Ju presim në komente për çfarë doni që të shihni më shumë, për çfarë doni që të bëjmë video. Dhe pse jo, Se është ironi, është me vërtet ironi që ndodh në këtë accountin ton, që ne bëjmë video me disa ditë me ne apo gjëra të tilla kështu. Ju pik interesi. Ne flasim bla 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 bla. Ju shtu që statistikat nuk ne ju vjen. Që faleminderit edhe një herë. Realisht ju falenderojmë shumë që na jepni mundësinë se jeni ju, pak jemi ne për të pasur një platformë të tillë. Shihemi në videon e radhës.